Falli 2 do të thoja që është një film ku producenti dhe skenaristi, aktori kryesor Marius Dervishi ka ndërtuar skena të ndryshme të humorit, ku dhe ne si aktor e gjem veten, do me thënë, jemi, si të them, jashtëzakonisht komod, jemi jashtëzakonisht të çlirët, duke parë atë skenar që, si themi ne, është me këmbë në tokë. Jemi munduar të bëjmë më të mirën. Këtë do ta tregoj vetë publiku që sapo është futur në sallë për të shikuar filmin. Faleminderit Fierit, faleminderit publikut ardhashës të Fierit. Ju jemi shumë mirënjohës për mikpritjen. Përshëndes profesor Plum Kullën, i cili të gjithë aktorët e qytetit të tij, të qytetit të Fierit, i bëri titullar. Një publik dashur, një publik i mirë, dhe për mua është një përgjegjësi shumë e madhe që vi dhe shfaqet filmim Falli. Jam e bindur që do të qeshin. Do të qeshin dhe do të qeshin shumë. Për filmin një kënaqësi shumë e madhe, që unë si aktore e re të luaj krah me Armenës, Mariana Kondit dhe shumë emra të tjerë, po çfarë do të thekja më shumë është profesionalizmi i producentit, regjisorit dhe aktorit kryesor Marius Dervishi. Ishte hera parë që punoja dhe një kënaqësi shumë e madhe, dhe siç e kemi ndjerë dhe ne që do eci shumë si film, besoj, dhe deri tani kemi treguar që është pëlqyer shumë nga publiku, dhe publiku i Fierit e ka mirëpritur shumë, siç e ka dhe namin e tij si ardhashës. Unë kam marrë disa herë, kam luajtur dhe shfaqje këtu. Një kënaqësi shumë e madhe, dhe njëkohësisht kjo lloj kënaqësie shoqërohet dhe me përgjegjësi, që a do jetë në nivelin e duhur, a do ta pëlqejnë, por me sa duket deri tani feedbacku është shumë pozitiv dhe jam shumë e kënaqur për këtë gjë. Shoqëria shqiptare mendoj se ka nevojë për produkt cilësor. Dhe si e ndjen populli komedin, nuk ndjen asnjë lloj zhanri tjetër filmik. Sepse normalisht në Shqipëri po prodhohen shumë filma, fatmirësisht kohët e fundit, por që pak kanë pas atë luksin të shkëlqejnë apo të dominojnë mbi të tjerët. Unë kisha fatin e mirë në të 4 filmat e mi, faleminderit Zotit dhe faleminderit publikut që më kam mbështetur, që kam pas një lloj afeksioni dhe ndikimi për mirë në publik, sepse punoj gjithmonë me fabula të thjeshta dhe aktuale. Dhe me të qeshur për të sjellë dhe mesazhe që çdo kush në shoqërinë tonë ka nevojë, le të themi. Sot kam kuptuar që kam bërë gabimin e jetës, që nuk i kam sjell filmat e mi t'i promovoj dhe në Fier, sepse duket që ka një publik të uritur për art. E kupton? Dhe më vjen mirë. Domethënë në shumë qytete të Shqipërisë përveç Tiranës, po flas edhe Shkodra, për shembull, ishte një qytet që edhe mua ka surprizuar për mirë gjithashtu, sepse kisha një suport jashtëzakonshëm. Njëjtë si Fieri. Domethënë kur shef të tillë Orex për produkte bio, të filma bio shqiptar, është do të zemra mal me pak fjalë.